Nafta arrin çmime stratosferike. Vetëm ditët e fundit çmimi është rritur me të paktën 5 lekë të reja, duke shkuar afërsisht 200 lekë litri. Çmimi i naftës ka filluar që të ketë një trend rritës që prej fillimit të këtij viti. Natyrisht që efekte në rritjen e çmimit ka dhënë edhe ecuria e çmimit të arit të zi në tregjet botërore, që prej fillimit të këtij viti, çmimi i naftës në tregjet botërore është rritur me rreth 15%, ndërsa në tregun e brendshëm rritja ka qenë edhe më e lartë, për shkak se efekti të bursave i shtohet edhe rritja e taksave, që prej 25 gushtit në çmimin e naftës është përfshirë taksa e qarkullimit dhe e regjistrimit, duke bërë që çmimi i naftës të ketë vetëm tendencë drejt rritjes, që prej 1 janari të këtij viti çdo drejtues automjeti paguan 7 lekë më tepër për litër nafte, si rezultat i këtyre taksave. Shqipëria është një vend që prodhon naftë, por e eksporton atë duke u detyruar që ta blejë nga jashtë me çmim më të lartë. Ndonse i vetmi vend në rajon që prodhon naftë, Shqipëria sërish është importuese neto e karburanteve, por përkeqësimi i bilancit tregtar nuk është goditja e vetme që jep nafta në ekonomi. Shtrenjtimi i karburanteve rrit kostot për biznesin në vend, duke dhënë ndikim në shtrenjtimin e shërbimeve të ndryshme. Vështirësi hasin gjithashtu edhe drejtuesit e automjeteve, pasi janë të detyruar që të paguajnë shumë më tepër nga ajo që paguanin një vit më parë. Sipas specialistëve, rritja e çmimit të naftës ul gjithashtu rritjen ekonomike të një vendi.